në kjo se më donë, mos më thuj fjalë të mëdha. Nuk ke nevojë. Kurse mos u harxho. Kjo gjë funksionon në familje. Kjo gjë do të më funksionon në miqësi. Kjo gjë patjetër do të më funksionon në dashni. Por kam përshtypjen se kjo gjë duhet të funksionon edhe në marrëdhënie me Zotin. Prandaj Krishti na mëson edhe lutjen aty, na thot mos e teproni me fjalë. S'keni nevojë. Qëndroni përballë Atit tu, jini të vetëdijshëm se ai din të tona, por flitni me zemër, hapjeni zemrën. Pa e tepru me Marina Boshe. Flitni me zemër. Më fol me zemër, po kjo është më e rëndësishme. Më fol me shpirtin tënd, për me shpirtit tënd. Kjo vlen më shumë se gjithçka tjetër. Kërko çat dush, hape zemrën si dush. Atëherë unë kam e ditë si me e mush atë, si me vepru për te, e qa me ba për te. Kështu thot Zoti.